Gjykata e Lezhës ka lënë të lirë 2 persona të arrestuar mbrëmjen e së shtunës, mes të cilëve dhe bashkëshortin e deputetes së Partisë Demokratike Elda Hoti. Ladi Ndoja, 45 vjeç dhe Amarin Lojushi, 25 vjeç, u njohën këtë të martë me masën e sigurisë në gjykatën e Lezhës, e cila vendosi ndaj tyre detyrim paraqitje. Ata u ndaluan nga policia me 10 maj 2025 rreth orës 20:20 nën akuzat për pengim të qarkullimit të mjeteve të transportit, drejtim të automjetit në mënyrë të parregullt, veçgjyqësi dhe kanosi apo dhunim ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, të arrestuarit dyshoheshin se me 2 automjetet e tyre i kanë bllokuar rrugën një makinë tjetër të drejtuar nga shtetasi Renoir Kola, 46 vjeç, drejtori i arsimit në Mirdit, dhe pasagjerit AD me pretendimin se këta të fundit po kryenin veprimtari të paligjshme në kuadër të zgjedhjeve, konkretisht blerje votash. Pas ndërhyrjes së shërbimeve të policisë dhe kontrollit të kryer në automjetet e personave të ndaluar, në mjetet e Ladi Ndojës dhe Amarit Lojushit u gjetën dhe sekuestruan lista me të lëna personazh të dyshuar si lista zgjedhësish. Ndërkohë në automjetin e shtetasit Renoir Kola nuk u gjet asnjë send i kundërlidhshëm. Hetimet për këtë çështje vijojnë, ndërsa prokuroria po analizon provat dhe deklaratat e palëve për të parë nëse kemi të bëjmë me vepra penale.